Assalamu alaikum nga xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam. Një selam njeriut i cili ka qarë për ne, profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Një selam njeriut që ka qarë për ne, ka qenë i mallëngjyrë për ne, na ka mësuar fen, na ka përcjell mesazhin e Allahut të lartësuar, e ka çuar në vend amanetin. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Tha profeti alayhi salam: sikur t'i shihnim vëllezërit ta. A nuk jemi ne vëllezërit e tu? E pyetën shokët e tij. Ju jeni shokët e mi, tha profeti alayhi salam. Vëllezërit e mi janë njerëz që do të më besojnë pa më parë. Vlla dhe motër, e lutim Zotin e gjithësisë që të na bashkoj me profetin alayhi salam në xhennet. E lutim Allahun e lartësuar që të na bëj prej atyre që e deshën profetin alayhi salam sinqerisht dhe ecën e ndoqën gjurmët e tij deri në takimin me to. Amin. সালাম দিও আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ।